Udhëtimi drejt Hagës dhe takimi me Hashimin, komandantin e luftës çlirimtare, udhëheqësin e Kosovës lirë, vllaun tim më të ambjeshve, ishte një moment shënjues i javës që shkoi. Ai u rrëmbye pa gjyq, u rrëmbye pa akuzë, nga zyra e Presidentit të Republikës ku e kishte çuar populli i Kosovës, me vullnetin e vet të lirë. U rrëmbye për një farsë të nisur për trafik organesh, nga kukullat ruse të Dumës së Putinit në Asamblenë e Përgjithshme Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Dhe për të vazhduar me lloj-lloj absurditetesh dhe dëshmitarësh qesharak të akuzës ndërkombëtare në Hagë. E gjeta komandantin në formë të qetë dhe të buzëqeshur si çdo i pafajshëm, me karakter të hekurt si i tij. Nuk di, realisht nuk kam fjalë për të thënë më shumë për këtë padrejtësi ulëritëse në zemër të Europës demokratike, me bekimin e shteteve të Europës dhe Shtetet Bashkuara dhe me fondet e taksapaguzëve europiane amerikan, bazuar në besimin e atyre që e votuan këtë gjykatë duke ja lënë në dorë drejtësisë ndërkombëtare të bëj drejtësi, dhe sot gjenden në këtë situatë ku në fakt padrejtësia nuk po bëhet thjesht disa udhëheqësve të popullit të Kosovës në luftën për liri, po i bëhet vetë atij populli europian që çliroi vetveten nga një regjim nacional socialist. Por që fal ushtrisë çlirimtare të Kosovës, fal Hashim Thaçit, fal Kadri Veselit, fal Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, çliroi edhe Europën nga një njoll e zezë apartajdi, mu në kërthizën e saj për dekada e dekada turpi me radhë. Zoti qoftë me të burgosurit pa gjyq të Kosovës në Hagë, që prej më shumë se 5 vjetësh tani më janë pengje një padrejtësie. Një padrejtësie në Europën e lirisë, demokracisë dhe shtetit ligjor. Dhe le të lutemi që viti i ri të sjellë dhe fundin e këtij turpi në kurrizë të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të Republikës së Kosovës përveçse të disa individëve të pafajshëm.